kemi jo 2 ndeshje, po 2 finale me Turqinë. Njërën e kemi në shtëpi të premten, edhe tjetrën e kemi të martën lojën kthyese. Janë 2 ndeshje të play-offit, edhe është vërtet që përmes teknologjisë kemi mujtë me paka shumë Turqinë, në mënyrën e lojës tyre, edhe gjatë këtyre 3-4 ditëve do të bëjmë gjitha planifikimet e dura që ndaj Turqisë të rezultojmë me rezultat pozitiv, do mund të kalojmë ne në Ligën B, që është edhe synimi kryesor i yni. Mendoj që në bazë teknologjisë, në bazë video që kemi pa, mendoj që është një ekip që punon shumë, është mbrohet shumë fort, domos në fazë mbrojtjes, mbrojtje të ulët, po pastaj din shumë mirë edhe të kundërsulmoj. Domos kjo sa i përket atij konceptit themelor të Turqisë, pa u lëshu në detaje tjera. Me këtë grup lojtarëve, me kushtet që na ofrohen, do të bëjmë më të mirën të mundshme që të mbrohemi shumë mirë, por njëkohësisht edhe të sulmojmë në mënyrë të efektshme. Besoj që si unë edhe vojza tjera, e kemi ditë rëndësinë e këtyre ndeshjeve dhe jemi mundu gjitha me mojtë performancën tonë të top. Besoj që si cila jena me përgatitur se tjetra, duke ditë rëndësinë e lojës, besoj që jena si cila gati për këtë lojë, për këtë ndeshje dyat. Mendoj se gjitha vojzat vinë nga kampionati aktiv dhe shpresoj që gjitha jenë gatshme 100%. Sa i përket ndeshjes, mendoj që jemi një kombëtare kompakte, që një kohë gjatë jemi bashkë, mendoj që do t'japim maksimum dhe besoj që do t'jemi 100% gatshme në fitore.